Qa kuptimi ka shtuna për ne dhe shtuna është ditë konfuzioni, është ditë paqartësie, edhe pyetja është, ore si do jenë ndjerë dishepujt, ndjekësit e tij atë shtunë? Ato e dinin se Jezusi mund të pristej kryqi, sepse e kishin parë që ringjalli, që shëroi, që bëri këtë, e pan duke ecë në ujë, e pan duke bën mrekulli pas mrekullie. Pse nuk zbriti? Ose ishin gozhë qeliku? Nështë ishte plus gozhë dhe ishte lidhë me tela? Pse nuk zbriti? Ato e kishin parë, a i mund të bonte. Max Lucado, një pastor, ka thonë kështu: nuk e mbaj të ngozhdët Jezusi në kryq, për ishte dashuria e tij për ty. Ajo ishte, ai erdhi për një qëllim, erdhi për të paguar mëkatin e botës, mëkatin tënd, mëkatin tim. Se shiko, Jezusi nuk ishte martir që e vran të tjerët, i zum pusi të rruga Myslimshyrit, të bloku edhe me vran. Jezusi nuk ishte as dëshmor që e vran pushtuesët italian apo romakët në këtë kohë. Jo, ajo dorëzua, e la veten në duart e romakëve. Izraelitët e pristin, u zhgënjyën dhe hutuan sepse pristin që ai do të çlironte nga romakët. Edhe e pristin nga moment, por ky vdiq. Jo vetëm që vdiq, ky nuk kundërshtoi fare, ky as nuk e hapi gojën. Po tashi, mirë, ky vdiq, po ne çfarë do bëjmë? Edhe është moment trishtimi, është moment hutimi, është moment çorientimi dhe se di çfarë do bëjmë. Sepse ishim lidhë shpresa, çdo gjë lidhe me këtë. Edhe ky nuk është më, Krishti s'është më. Edhe për ne ana praktike do ishte, është ai momenti kur ti thu, asikur të kisha bë këtë, asikur mos kisha bërë atë. Ndoshta dishepujt do ke mendu, asikur mos ta linim Judën, të shkonte ta tradhtonte Jezusin te farisejt, se ndoshta do ishte akoma gjallë. Ose Pietri mund të thënë, asikur mos i kisha thënë ato fjalët që thash, edhe që e mohova Krishtin. Edhe në kohë të tilla dëshpërimi dhe udhimi, di çfarë bëjmë? Dënojmë veten dhe themi, asikur mos ta kisha bërë, asikur mos ta kisha thënë, asikur ta kisha majt mbyll këtë, asikur të kisha bërë këtë apo atë. E di si duket shtuna? E shtuna duket si telefoni bllokum. Ke parasysh kur ngjet sa një herë telefoni, e duket vetëm ekrani zi, edhe ti se di, ora është nez apo është fik? Se di është nez apo është fik, edhe kjo është momenti që ngjamet shtunën. Dishepujt ishin të hutum, ore, mirë vran këtë, ore mos ta ndjekin dhe na vrasin dhe ne, sepse na kam pa që kemi qenë me Jezusin. Ne vetë, herë pas here, kalojmë ditë të tilla si e shtuna, ditë kur hutohemi, ditë kur dështojmë, ditë kur dalim huq, edhe ditë ku humbim. Sepse ti e nisen ose atë punën, ose atë shkollën, ose atë lidhjen, edhe çdo gjë duke e bukur. Duke sikur ajo puna, ajo lidhja, ajo martesa, do zite gjithë hallet dhe do ishte parajsa në tokë, për gjërat morën për keq. E ti thu, po tash nga ti maj. Unë isha lidh shpresa çdo gjë të kjo punë s'nez. Po tash ç'atë bëj. Unë isha lidh shpresa çdo gjë me këtë gjë, po tash ç'atë bëj. Edhe është ky momenti që e pa pik drejtimi, pa pik, siç thuhet te Mateo 26 vargu 31. Jezusi u tha atyre. Po, Jezusi tha atyre, këtë natë të gjithë ju, i paralajmëroi, Jezusi tha para se të note, do të skandalizoheni për shkakun tim, sepse është shkruar, do të godas barion dhe delet e kopes do të shpërndahen. Edhe është momenti që Pietri thotë, jo, gjithë le të bëjnë këtë gjëra, unë nuk do të mohoj. Vargu 56 të shumë, Mateu 26, vargu 56 të shumë. Atëherë të gjithë dishepujt e lanë edhe ikën. Të gjithë ikën, e lanë vetëm. A të bëjnë një pyetje personale. A ke ikur, a je larguar ti nga Perëndia kur ke qenë në dhimbje edhe në hutim? Po priste të note një gjë, nuk nodhi. Edhe ti ike krejt për inat. Ike krejt nga krau tjetër. Nosha ike nga nuk po e lexoje më shkrimin, nuk po vije më në kish, ndrove shoqëri, edhe ose je lut për diçka dhe ndodhje kundërta dhe ti ike u largove, ose u lëndove nga dikush, ose ke edhe situata të tilla. A ke ikur ti nga Perëndia për shkak se ke qenë në dhimbje? Nëse po,
mirë se e kthy. Mirë se e kthyer, Perëndia të do. Edhe kjo kisha i cëfërst, uroj që do jetë si familje për t'ju është koha, për t'u kthy në shtëpi, po pyetja personale do ishe mirë, po në ditë dyshimi, ç'të bëj? E di ç'të bëjmë ditë dyshimi? Një gjë shumë thelbësore. E di ç'do ishte? Kujtoj vetes premtimet e Perëndis. Mos e dysho në errësirë atë që Perëndia ta ka thënë në dritë. Mos e dysho në net të errta, kur ti nuk e di se ku të shkosh, kapu pas premtimeve të Perëndis. Edhe kur ti jesh në një ditë si kjo është tuna, kujtoj vetes çfarë ka premtuar Perëndia për mua. Jezusi ju tha dishepujve, ja se çfarë do të ndodhi. Edhe ju tha, natën e fundit të jetës, ju tha se çfarë do të ndodhi, edhe ju tha se çfarë udhëzimesh duhet ndiqnin. Gjoni 16, ha lexojmë disa vargje bashkë. Gjoni 16, fillojmë te vargu 16. Jezusi tha kështu: pas pak nuk do të më shihni më. Dhe përsëri një kohë e shkurtër dhe do të më shihni, sepse unë po shkoj tek Ati. Vargu tjetër, në të vërtet, po ju them, ju do të qani dhe do të mani zi, dhe bota do të gëzohet sa mirë që u treshtuat ju. Ju do të pikëlloheni, por pikëllimi juaj do të kthehet në gëzim. Si, vargu 21, gruaja kur lind ka dhimbje, sepse erdhi ora, por sa po ka lindur fëmijën, nuk kupton më ankthin për gëzimit që lindi një qenie njerëzore në botë. Edhe vargu i fundit 22. Kështu dhe ju tani, jeni në dhimbje, por unë do t'ju shoh përsëri, dhe zemra juaj do të gëzohet, dhe askush nuk do t'ju heq gëzimin. Sa e bukur kjo fundit, askush nuk do t'ju heq juve gëzimin, edhe ju do të kuptoni që kjo ishte pjesë e planit Perëndis, edhe askush nuk do t'ja vjell gëzimin, por nxitja është qartë. Kapu pas premtimeve të Perëndis, sepse askush nuk mund t'ja vjedh juve gëzimin. Edhe disa premtime ka Bibla, 7.000 premtime. 7.000 premtime. Në ditë si e shtuna, kujtoj vetes premtimet e Perëndis. Kështu që pyetja personale do ishte në këtë moment, çfarë premtimi ke harruar këtë kohë? E di kur e harrojmë premtimet e Perëndis, një nga shenjat që tregon që po i harroj premtimet e Perëndis është kur shqetësohem edhe ankohem gjithkohës. Ka gjasa që po harron premtimet e Perëndis. Edhe di pse shqetësohemi ne ndonjëherë. Shoferat do më kuptojnë kur do them këtë gjë. Ne shqetësohemi sepse nuk e dim se çfarë na mulon siguracioni. Ma tregoj që këtë foton makina kolit duket ka boksit tën. E di që kush e ka blerë siguracionin e makinës, më duket janë 3 baza, 3 lloje siguracionesh. Siguracion bazë, mini kasko, full kasko. Edhe vërteta, jeta jote, jeta ime, e di që siguracioni kemi ne? Full kasko. Ne shqetësohemi kur harrojmë t'i besojmë dhe të shpallim premtimet e Perëndis. Kështu që pyetja personale do doja të, nëse je ti ngre dorën, kush e ka përjetuar këtë gjë? Ngre dorën nëse premtimet e Perëndis të kanë ndihmuar të kalosh një ditë të vështirë. Kë kanë ndihmuar premtimet e Perëndis të 1, 2, 3, 4, shive një çik. Shive sa shumë duar. E vërteta është kur gjon zërat negativ, janë zërat dënues nga i ligu. Ti si askushi, ty s'do njeri, ti e kot, ti e kështu, ti e ashtu. Këto janë akuzime, kurse premtimet e Perëndis e di nga dallohen, janë premtime jete. Janë premtime shprese, janë premtime paqe, sigurie. E nëse po kalon një kohë të vështirë, muj të vështirë, mos u dorëzo, sepse kjo kohë e tillë, pashka na kujton që le të kapemi pas premtimeve të Perëndis. Edhe për të shtunën do lexoj edhe një varg, që është Isaia 43. Kush e di përmend këtë vargun? Kur do të kalosh përmes ujrave, unë do të jem me ty. Do të kalosh lumejt, nuk do të mbytin. Kur do të ecësh nëpër zjarr, nuk do të digjesh dhe flaka nuk do të konsumoj. Pse? Sepse unë jam Zoti, shpëtimtari yt, Perëndia yt, shpëtimtari yt. Edhe kjo është shumë fantastike. Na duhet shpëtimtari, na duhet fuqia e tij, sepse prandaj erdhi. Nëse mund t'ja dilnim pa të, Perëndia nuk do e merrte mundimin.